Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues. Në vitet e fundit Vlora ka ndryshuar shumë dhe pas meje duket një pamje e mrekullueshme, e fiksuar nga zona mbi balkon e Vlorës, këtu në Kuzum Baba, ku unë kam kënaqësinë që të jem në një bisedë për të folur për gjithçka ndodh, për zhvillimet aktuale, politikën, investimet strategjike, me një prej biznesmenëve më të njohur të qytetit të Vlorës, ish deputeti Vlorës, një njeri politik dhe që patjetër për momentin nuk po aktivizohet më me politikën, por do të zbulojmë gjatë bisedës se çfarë ndodh me zotin Shkëlqim Selami, ku unë kam kënaqësinë të jem në këtë bisedë e për të folur për gjithçka për Vlorën, me të mirat dhe me të këqijat e saj. Zoti Selami, kënaqësi që ritakohemi së bashku dhe mirë se të gjej në këtë pikë të mrekullueshme të qytetit. Faleminderit, jeni të mirëpritur. Është kënaqësi gjithmonë që ne të komunikojmë bashkë dhe të marrim intervista, sepse jemi shumë të hershëm, që kur ti ke qenë shumë i vogël dhe mua mbet qefi që karriera jote ka qenë duke ardhur dhe duke u rritur. Më mbet shumë qefi. Faleminderit. Por që na dhimbse të Vlora për shumë gjëra, domethënë mirë e the, sepse këtu na dhimbset dhe fijet e parit të këtij qyteti. Kemi qenë në qytetin e Vlorës në të gjitha periudat, me të mirat dhe me të këqijat e saj, me tranzicionin, me një tranzicion të zgjatur. E dim shumë mirë se si ka qenë Vlora, nëse Shqipëria në përgjithësi ka pasur një hemorragji që ishte vitet 90 se ishte normale, që ishte eksodi, Vlora ka pasur dhe disa të tjera se që kishte qenë në 97-a. Po edhe pasaj si pasojë ke qeverisjeve qendrore po dhe lokale, qyteti ka pas një hemorragji të vazhdueshme të ikjes të njerëzve të intelektualëve nga qyteti jonë, gjë që mori kthes të papar, mori pas viteve 2010-2011, në 2013, kur qeveria Rama mori frenat e vendit. Normalisht i mbaj mend të gjitha se si ishte qyteti jonë dhe si ishin qytetet në përgjithësi. Qytetet kishte shumë njerëz që thoshin të dalim sa më shpejt nga Vlora. Më kupton? Sot thonë të rrim sa më shumë në Vlorë. Kështu që ky është një ndryshim i madh. Nuk diskutoj për problemet dhe për gjitha gjërat që kemi prekur kur ishim, që unë kam qenë dhe deputeti i këtij qyteti, që jam krenar, që një pjesë e madhe e investimeve strategjike kam qenë pjesë e vendimarrjeve të këtij qyteti. Ju e dini shumë mirë që në periudat caktuara 15-20 vjet përpara unë kam folur dhe keni aty dhe intervistat që unë qytetin tim, qytetin e Vlorës tonin, e shikoj si një metropol 2, sepse ka shumë resurse sa nuk i ka asnjë qytet tjetër, dhe dua që ky qytet të bëhet një orën parë, të kthehet vërtet për njerëzit, për fëmijët, për niprit, për mbesat, e gjithë qytetarëve të Vlorës të kthehet në një qytet vërtet turistik që të jetë gjithë vjetor. Ndryshe dukej Vlora, zoti Selami, në vitet 2000 që nga Kuzum Babaja dhe ndryshe duket sot. Si e shikoni këtë zhvillim? Po, se unë e shikoj zhvillimin për ditë, nëse të tjerë nuk e kanë mundësinë ta shikojnë për ditë nga lart, unë e shikoj për ditë. Kështu që ndryshimet janë të mëdha, janë galopante, nuk diskutohet, është si thua atributi i qeverisë Rama dhe i vizionit të tij, që ky qytet të kthehej vërtet në një metropol, me investime strategjike, siç është porti, aeroporti, bypassi, lungommarrja, porti i peshkimit, porti që do bëhet porti i jahtëve dhe porti i kontenerëve që do bëhet te petrolifera. Qyteti jon do jetë një qytet, do jetë nyje dhe do jetë ëndër për çdo banor që do jetojë këtu. Sepse investimet po bëhen, kemi pas qytete siç ta thash, sot kemi një lungommarrje që po vetet deri në Orikum. Kemi qytete të tjera që kanë qenë drame madhe, sot janë qytete turistike. Nuk kemi pas turizëm pothuajse fare. Sot kalojnë rreth 12 milion turistë në gjithë Shqipërinë. E kupton se sa turista vinë në Vlorë dhe sa vend Gjirokastër, dhe sa vend Berat që s'vend asnjëri, e sa vend në Shkodër, e sa vend Tiranë, e në Korçë, e në gjitha qytetet. Nuk diskutohet që ky zhvillim ka marrë pas 2013-s. Unë e them si Barsolet, po do e them se unë vlonjat jam, s'kam ç'a bëj. Përpara ishte një dramë e madhe. Gjysma të bënin kafe dhe gjysma të pinin kafe. Sot është kthyer në një, si thua, vend
që ti ke dëshirë që të investosh. Ku ta gjim që njerëzit të vinë dhe të investojnë në qytetin tonë? Asnjëherë nuk i vin keq qytetit nga investitorët. Por ky është atribut shumë i madh, ti themi gjërat siç janë, i qeverisë, po i Ramës personalisht, për raportet dhe për atë që i ka ngritur kokën Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. I ka ngrit kokën dhe ne nuk shikojmë më si një qeveri burokrate, një qeveri xhakete kthyer, po shikojmë si një vend që duhet investuar, duhet vlerësuar për ato që ka. Për ato që ne po ofrojmë, po dhe për ato që ka resurset që ne kemi pafundësisht resurse. Në qytetin tonë, po edhe më gjë. Në fakt si një njeri që një lidhur ngushtësisht me Vlorën, si në aspektin politik kur keni dhënë kontribut, por edhe në atë të biznesit, pasi ju jeni një ndër biznesmenët e hershëm të qytetit tonë. Nga 91. Nga 91. Zoti Selami, po bëhet një zhurmë e madhe sa i përket investitorëve strategjike, konkretisht zonës së Zvërnecit, apo thëndryshe zonës së mbrojtur Nart Zvërnec, Vjos. Çfarë po ndodh sipas teje dhe a jeni ju me ndërtime në atë territor, pra me ndërtimet në Zvërnec? Tani, ju duhet kuptoni gjë dhe opinioni gjëre e ka kuptuar, nuk diskutohet dhe e di shumë mirë opinioni gjërë se pse nuk i vjen asnjë keqe nga investimet strategjike, jo Vlorës, po gjithë Shqipërisë. Jam bërë shumë xheloz dhe të gjithë bashkë, sepse këtu bëhet fjalë që Vlora, po gjithë Shqipëria do kthehet vërtet në një atraksion të veçantë për gjithë botën. Duke ardhur investime strategjike, siç është ai investim që është çmenduri që ta mendosh, mos ta presësh atë investim me tapet kuq, e kupton, që çdo shtet i botës të ishte, që ti thuash do investoj 5 miliard euro në një zonë caktuar, do të hapte gjithë portat. Dhe të njëjtën gjë duhet bëjmë ne, jo vetëm për atë, sepse ai investim, jo vetëm që është investim strategjik shumë i madh, por është edhe për të ardhur investitor të tjerë strategjik në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke filluar nga Velipoja deri në Ksamil. Dhe këtu, kjo është diçka që i ka bërë keq rajonit të vërtetën, sepse nëse neve na kanë parë troç mohabeti, se unë do i them gjërat ashtu siç i ndiej, të tjerët na kanë parë si lopër të miel, për t'u bërë ne treg për ata, fqinjët tanë, Jugor, Verior, Malizi, jugu Italisë, po edhe shumë të tjerë që janë tani që kanë dalë hapur, që nuk duan që të vijë investitor, si puna e kushtetit këtu për arsye sepse kanë konfliktet e tyre personale atje, Sorosi me Trumpin, që s'ka lidhje fare, ne nuk duhet të bëhemi palë e politikës tyre, ne duam kush na zhvillon vendin këtu vëlla, kush na jep mundësinë neve qytetarëve dhe kush zhvillon më shumë këtë vend për të sjellë sa më shumë investime të tjera strategjike për qytetin tonë. Më thoni Flamingo, këtu kemi qenë. Po cilat Flamingo? Kishte Flamingo para 2013-ës? Ne kemi bërë monitoriumin e shpendeve dhe të kafshëve në të gjithë që ndaluam gjuetinë e palishme që bëj. Dhe sot kemi që në çdo vend të Shqipërisë është rritur fauna pafundësisht dhe me kafshë dhe me të gjitha dhe patjetër dhe kjo këtu. Por do ju bëj edhe një pyetje tjetër. Sikur kaq naiv janë njerëzit, sikur Rama ta dinte ose Kushneri ta dinte se ky investim i prish punë Flamingove, absolutisht nuk do e bëni kurrë. Por jo që nuk i prish, po ata do ta sjellin që ajo të zhvillohet akoma më shumë. Pse? Sepse ata turistë do vinë, duan të shikojnë dhe atë gjën e gjallë aty çdo gjë. Do kthehet në një diçka, do kthehet vërtet në një zonë vërtet shumë të kërkueshme. Po çfarë bën investimi strategjik? Investimi strategjik sjell zhvillim, na çon shumë shpejt në portat e Europës. Por çfarë bën tjetër? Bën zhvillimin në zonat rurale. Gjithë zonat rurale që janë mbrapa, jo vetëm që u rrit çmimin e tokës, por do të shfrytëzohet toka në maksimum, që sot ne nuk e shfrytëzojmë tokën. Duke shfrytëzuar tokën në maksimum, nëse ne sot kemi kërkesë llogarie 1%, po them kërkesë llogarie, me ardhjen e tyre do kenë 10%, 10 herë më shumë kërkesë llogarie. Për cilësinë, po edhe për çmimin. Pse? Sepse vetë kërkesa e llogarisë tyre do bëj që ne të avancojmë dhe të jemi kompetitiv në tregun evropian. Ne sot jemi në fazat që po investojmë, por duke ardhur ata, investimet tona do vënë akoma më lart, siç është bujqësia, blegtoria, po dhe resurset e tjera. Sepse, miq të dashur, kush nuk e kupton, futja në Europë
ka standarde të tjera. Po futja në Europë nuk është diçka që është kontratë. Edhe do marrësh, po edhe do japësh. Nëse ne futemi sot dhe ne nuk kemi investime strategjike, po nuk kemi dhe prodhime tona që janë, unë jam për prodhime tona bio, që ne të kthejmë prodhimet tona që kemi pasur para 90-të, prodhimet tona bio, dhe që ai turisti që vinë të vërtet që të vi të shijoj detin e gjitha, sepse deti është zhëja për mendimin tim. Janë nga ajat e zhëja gjithë investimet e tjera dhe gjithë garancitë e tjera që e çon në det atë, po ama të vi dhe të haj bio, po ama të jemi kompetitiv duke shfrytzuar resurset tonë. Qeveria këtu duhet të jetë shumë e kujdesshme. Ti stimuloj edhe fermerët, edhe të gjithë që bëjnë, sepse ne duhet të shtojmë prodhimin në të gjithë resurset tonë. Që nesër kur të futemi në Europë, të jemi kompetitiv. Vërtet do marrim nga ata, po edhe do japim. Kështu që rritet niveli edhe shkalla e mirëqenies të qytetarëve tanë. Që është gjëja kryesore. Ndërtimet që do të bëhen në Zvërnec nuk e dëmtojnë zonën. Dëmtimet nuk e dëmtojnë zonën sepse po merren kompani të fuqishme, me çka kam dëgjuar, kompani shumë të fuqishme që mjedisit t'i japin vlerë akoma më shumë, jo t'i prishin punë mjedisit, dhe japin akoma më shumë vlerë. Dhe s'ka asgjë të keqe. Është njësoj si puna e Sazanit. Sazanin e kemi pas. Bravo, ja ku e kemi Sazanin. Sazanin, për shembull, ne jemi vlonjar, dikush ka vajt një herë, dikush ka vajt 2 herë, dikush ka vajt, unë kam vajt 10 herë. Çfarë lidhje ka? Çfarë ka Sazani? Kush do e marr Sazanin në krah? Është fundi i botës që them unë. Është çmenduri. Nuk thua shqyr që do vinë të investojnë për Sazanin. Një Sazan që sot ke vetëm gjarprinj edhe zhapiq. Do investojnë nëse atje janë 700.000 hektar. E kupton? Në Sazan, investimi do bëhet në një zonë caktuar. Por çfarë do bëjnë investitorët? Do çojnë ujin, do çojnë dritën, korrent që s'ka fare. Do bëjnë ato investimet e tyre patjetër që do jenë në unison në harmoni me terrenin dhe me natyrën, por do vënë në lëvizje edhe të gjitha çfarë ka pas Sazani të luftës së ftohtë, siç janë bunkerët, siç janë atje ato të vjetra spitalet, ato që janë, do e kthen në atraksion për të ardhur turistët. Por çfarë e gjen Shqipërinë sot, nga një gjë që sot ti nuk nxjerr asnjë gjë, e vën në funksionim dhe do prodhosh milionat e eurove për qytetarët e tu. Dhe Sazani aty, kush do na i shkul Sazanin ne? Sazanin aty do e kemi ne dhe niprit e stërniprit tanë. Por do të shkojmë ne në Sazan nëse do të bëjnë ato investime? Patjetër që do bëjmë. Patjetër, për çfarë bëhet ajo? Patjetër qytetar. Pra, a do t'i shijoj qytetarët e Vlorës? A mund ta shijoj Zvërnecin nëse do të bëjnë ato investime? Dhe Sazanin. Qytetari do t'i shijoj patjetër, sepse nuk do jenë si thua ambasada që syn do tek ambasada sepse ka status veçantë. Ato janë territori shqiptare. Dhe investitori do vetë çdo shqiptar mund të vejë ta shijoj, të vejë në të gjitha ambientet që do ketë atje, për shopping, për hotel, për palestër, për pishin, për këtë, për atë. Më kupton, është xhiro në lagun sot, nëse sot të mbytet varka, do ketë varka që do bëjnë xhiro në lagun, do kënaqen. Shap fletë, por është investim 5 miliardë. E kupton? Janë bërë keq të gjithë. Pse? Sepse të vërtetën, ai investim është një garanci shumë e madhe. Është një garanci shumë e madhe për shumë gjëra. Dhe kush nuk e kupton këtë, është vëlla antikombëtar. Nuk e do Shqipërinë dhe këtu bëhet fjalë që ke qarqe të veçanta që nuk e duan zhvillimin e Shqipërisë. Kush janë? Patjetër, janë të gjithë vëlla. Këto qarqe sipas jugut. Jugu jon, Greqia, Serbia, Malizi, Italia e Jugut. Të gjitha këto vëlla nuk e duan investimet, nuk duan investime këtu. Pse? Sepse do jenë pastaj, do kenë turizëm, po do ketë shumë pak turizëm. Do ketë shumë turizëm këtu, sepse ne kemi shumë gjëra tjera. Ne kemi dhe detin, kemi dhe malin, kemi të gjitha gjërat, po kemi dhe prodhime shumë. Do kemi duke pasur shumë prodhim, do kemi çmime të tjera. Do jemi kompetitiv me çmim. Vërtet do vi turisti pastaj, do thotë do vete atje, po ama për çfarë vete? Vete kënaqe me të gjitha, po ama shpenzoj dhe më pak. Më kupton? Pse? Sepse do jemi kompetitiv me çmim dhe me cilësi. Më kupton? Këto janë gjërat kryesore që japin zhvillim gjithë vendit. Nuk është se i them unë këto, kush nuk i kupton, këto janë aja vëlla. Ti thua shqyro perëndi që të vi dikush të investoj këtu në Shqipëri vëlla, për këto gjëra. Çfarë e gjën e keqe në investimet? Asnjë gjë vëlla. Megjithatë qytetarët po protestojnë. Është protesta e radhës në kryeqytet në Tiranë, pikërisht sot,
Pra, një varg protestash të cilat nuk po ndalen. Tani, Çfarë? Sipas jush, pse protestojnë qytetarët? Unë jam kundër protest. Nuk jam kundër protest si protest, po jam kundër protestës si protest si që ka marrë zhvillimi. Unë nuk jam kundër protestave. Qytetarët të bëjnë protesta. Nuk e shikoj të arsyeshme të bëjnë qytetarët protest për flamingo ose për një investim. Kurse protesta nëse kanë gjëra të tjera, patjetër që qeveria është e kujdesshme, e keni parë që s'ka as incidente as një gjë, por unë dua që këtë protest ta kenë vërtet ata qytetarë që vërtet kërkojnë disa ndryshime. Por jo partitë e vogla dhe ato parti që nuk e provuan në zgjedhjet e fundit, që nuk prodhuan asgjë dhe mbushin fugona dhe vend në protestë atje për interesat e tyre personale. E kupton? Me protestës unë jam që të dalë një përfaqësi vërtet, një lëvizje vërtet qytetare, vërtet që mund të dojë dhe vetë qeveria mund të dojë një opozitë më të fortë, më kupton? Një opozitë reale. E kupton? Ata qytetarë që janë vërtet që mund të jetë një lëvizje qytetare vërtet, të bëjnë një parti të tyre, e kupton? Nëse kanë pika të caktuara që duan të bëjnë dhe ndryshime publikuar. Më fal, jam njëjtur me disa nga ato. Si duken, janë të realizueshme dhe a duhet që qeveria t'i marrë në konsiderat? Një pjesë janë të konsideruar, një pjesë nuk janë, për mendimin tim. Ato bëhen step by step. Qeveria mund t'i marrë parasysh dhe mund të bëjë ndonjë ndryshim kushtetues. Ti si lëvizje organizohesh, bën parti më vete, e kupton? Vete në 2000 me ndryshime kushtetuese që mund vesh, vete në 2029, pastaj sepse qeveria ka një kontratë me 800.000 shqiptarë, nuk ka kontratë me 5.000 veta, me 10.000 veta. Ka marrë përsipër të çojë Shqipërinë në Europë, e kupton? Por janë investimet që duhet të vënë dhe duhet të bëhen, po janë reformat që duhet të bëhen patjetër. Si mund të kthehet kjo që sepse nuk e ka qef X dhe Y? Po kjo është kampi. Po kjo është çmenduri. Ta mendosh, është çmenduri. Patjetër që jam me lëvizje. Me atë si lëvizje. Ata të nxjerrin pikat e tyre çfarë kanë dhe patjetër që qeveria t'i shikoj, patjetër sepse nuk është se kam ndonjë kontakt që çfarë po bën me këto gjëra, po them që do t'i shikoj me rigorozitet për të bërë më të mirën, s'ka asgjë të keqe. Aeroporti i Vlorës, ju jeni biznesmen, aeroporti i Vlorës nuk u hap. As këtë sezon turistik ka një përplasje mes kompanive apo ortakëve. Si po i shikoni këto dhe si duhet të zgjidhen? Mua më vjen shumë keq, unë jam sot tani po më dëgjojnë gjithë, po më dëgjojnë dhe kryeministri e gjitha. Jam nga ideatorët për bërjen e aeroportit dhe që kam lobuar pafundësisht fuqishëm me kryeministrin për të bërë aeroporti, për të filluar negociatat, sepse aeroportit ju e dini shumë mirë se si funksiononte. Aeroporti i Tiranës ishte një kontratë që nuk lejoheshin aeroportet në Shqipëri për 30, 50, 40 vjet. Dhe ne arritëm që të prishim atë kontratë në atë periudhë që unë kam qenë. Po me Ramën, po them ditë për ditë, javë për javë, zbet fjalë fare që ishte një nga temat kryesore ishte aeroporti, sepse nuk mund ta konceptojmë dot ne, unë si vlonjar, si biznesmen, një qytet kaq të madh, ta konceptojmë ne pa aeroport. Se gjëja e parë që thot tjetri, do vi të investoj, po dhe do vi të pushoj, thot ku ka aeroport, po. Nëse ti thua ke 2 orë larg, 3 orë larg aeroportin, ai mbledh letra dhe nuk të vinë të investoj fare. Ta lë dhe kafen për gjys. Në momentin që ti thua, ne duhet të bëjmë këtë, që kur tjetri të thotë të kemi, ka aeroport po, ka port po, ka këtë po, ka siguri po, ka infrastrukturë po. Kjo është vëlla që ne duhet të bëjmë. E kupton? Që njerëzit vinë të investojnë. Lekët janë letra vëlla. Është ajo bindja dhe garancia që ai të vi të investoj këtu. E kupton? Kështu që unë Pacollin e kam mik, e kam shumë mik. Keni komunikuar me patjetër që kam komunikuar. Po patjetër, po pardje. Por është një nga ata që ka dashur, që i ka ndënjë afër Shqipërisë me investimet e tij, se ai është biznesmen i fuqishëm, i ka ndënjë afër dhe ka pas dëshirën e madhe që këtë aeroport ta bëjë në kohë. Po duke qenë që ka pas probleme me 2%-in, që është merr ta mendosh, që unë mendoj që... Pra ju jepni drejt zotit Pacollin në këtë luftë. Patjetër, vëlla. S'është luftë jo. Ai është kryesori, është investitori. E kupton? Nuk mundet një me 2% me një nën-kontraktor që thotë që jam unë sot, kur tjetri ka investuar, ka bërë. Sikur mos ishin këto probleme, ne sot do kishim bërë fluturimet e para. As vetë fjalë fare.
nuk diskutohet që do këshilluar fluturimi. Dhe kjo i bën shumë keq gjithë Shqipërisë, jo vetëm Vlorës, sepse edhe Shqipëria nuk do ketë. Sot mendojnë shumë të ikim, mos të ikim, ka trafik, ka shumë probleme në aeroportin e Tiranës, ka fluks të madh, mërziten, duke pas e çfryn këtë situatë aeroporti i Vlorës. Ose siç do jetë dhe aeroporti i Saranës, si unë e di, që do jetë dhe aeroporti i Saranës, që do jetë fillimisht do jetë edhe kombëtar, pastaj do jetë dhe ndërkombëtar, po fillimisht kombëtar që tjetri vjen në Vlorë, i jepën avionin të vogël, vajtin në Saranë. Nuk ka nevojë fare nga aty u fut në avionin tjetër dhe erë vajtin në Saranë. E kupton? Ky do jetë, po plus të tjerave, aeroporti i Vlorës janë bërë shumë xhelozë, këtë nuk e kush se kuptojnë. Aeroporti i Vlorës nuk do jetë vetëm aeroport civil, do jetë edhe tregtar, sepse ne kemi pistën më të gjatë nga të gjitha, edhe më të gjatë se Tiranës. Këtu do jetë gjithë kargot, gjithë prodhimet tona, që janë bujqësore, se do futen çdo gjë, do kanalizohet tamam në projekte bashkëore europiane. Ajo atje, gjithë prodhimet tona që janë, do vend me kargo, do vend në Europë, në çdo vend të botës, do vend të freskëta si të puten për një orë vete në aeroport. Më kupton? Vajte në aeroport me kargo, vajte në Gjermani, domatja, sallatori, siç venden po do vej, nuk do vej më me maune që të kaloj një javë, që këputej e jeshile dhe të skuqej në Gjermani. Po do vej direkt, sa po e këputë, do vej atje, e prodhuar nga toka jonë, se ata të duan. Më kupton, po kujt ti thuash në këto? Çat thuash? Çat thuash? Flasin pençe. Si mund të thuash ti kundër investimeve? Dhe ne duhet patjetër të hapim kushdo që të vijë, që do të investojnë në Shqipëri, të vijë bujrum, ne duhet t'i bëjmë praktikat tona. Praktikat tona duhet të jenë sa më. Dhe këtu është një, përveç tjerave, është një, si thuash, një nga pikat kryesore që kryeministri Rama duhet të bëjë, që administrata jonë, jo vetëm për qytetarët këtu, po dhe për çdo njeri që vjen për investuar, duhet t'ia bëj praktika sa më të lehtësuara. Të shikojë anë ligjore dhe t'i bëj sa më shumë që ata mos ketë burokracira. Një orën parë, sepse në këto pozicione pune që janë vajtur, janë njerëz, janë qytetarë që kanë vajtur të përzgjedhur për të shërbyer qytetarëve. Kush nuk i shërben qytetarit, hapi krahun të iki nga puna. Dhe këtë duhet ta bëj kryeministri Rama. Pra, ka nevojë administrata. Po ka pse jo, pa patjetër. Po ka sepse shiko. Ka, ore, e kuptoni, domethënë, kemi 2-3 ditë, ne 4 ditë, tim ke thënë për intervistë, unë të kam thënë kështu, dhe nuk po gjim dot kohë ne të dy. Imagjino kryeministri Rama çka ka. Ka 800.000 punë. Nuk ka kohë fizike të merret me gjitha. I orienton, i bën, pastaj se abuzon tjetër, nuk është fajti. Është logjik. Mund të thuash ti që kryeministri bashkëpunon me, sepse do që, po çfarë po flisni? Do të bëhet një orë më parë. Ama këtu duhet të trysnoj fort. Kushdo qoftë. Aty vlla ke vajt në punë për qytetarët, për komunitetin. Nëse se bën dot, hap krahun, shiko, merru me punë tjetër. Këtu jo, nuk duhet të tolerojmë fare. Ju jeni mik me kryeministrin Rama. Kontaktoni shpesh? Po kontaktojmë. Unë e kam mik, tamam nga ata mik pa interesa. E kupton? Nuk jam mik nga ata që u thonë që... Jo, një biznesmeni si ty, politikanët duhet të kenë interes. E kupton? Se sa ju një politikani. Unë e kam mik edhe i uroj vetëm suksese. E keni këshilluar për diçka në këtë situatë? Sepse e do këtë vend dhe do që ta bëj. E keni këshilluar për diçka në këtë situatë? Apo nuk është... Kemi komunikuar, merr me qetësi, shikoj, domethënë gjëra normale. E kupton? Shiko vërtet ato kërkesat, mos të marrësh kosto pa lidhje, e kupton? Ata që janë qytetarë që duan të protestojnë pa problem. I kam thënë ndonjë që kështu, po ai ka mendjen e vet, nuk diskutohet fare që do ta shikoj me shumë transparencë dhe me shumë lakmësi që të bëj më të mirë. Unë nuk diskutohet që kam bindjen absolute për këtë. Si shikoni këtë sezon turistik, zoti Selani? Si do të jetë? Do të jetë një sezon i suksesshëm, marr parasysh edhe problematikat? Ja ta them këtë sepse meqense do ta them. Shiko. Ky sezon ka shumë ndikime nga protestat dhe do ketë një farë luatje turizmi që nuk i bën mirë, se qytetarët mezi presin. Këtë sezon presin. Dhe do ketë përsëri, nuk diskutohet, do ketë. Turizm do ketë, po jo ai fluks që
pa protest ai fluksi do pritej këtu në Shqipëri. Por këtë dal prapë tek ajo që kush e ka bërë, sepse ata që e kanë bërë duan që turizmi të vej në vendet e tyre, mos kishte, sepse Shqipëria do ishte vërtet një vend që do kishte turizëm pafundësisht, që dhe ne nuk kemi kapacitete për t'i shërbyer atij turizmi në atë formë. Nuk e kuptojnë që bërja këtyre investimeve strategjike nesër do rrisi kozgjatjen e turizmit. Në momentin që fillohet puna me ata, rritet kozgjatja e turizmit këtu. Rritet kozgjatja se është garanci. Jo vetëm, ne nuk do kemi më 2 muaj, 3 muaj turizm, do kemi 6-7 muaj turizm. Do kemi 300 diell. Absolutisht do kemi kozgjatje të madhe të turizmit. Do kemi shtat. Dhe pjesa tjetër e vitit, prap e premte shtunë e diel, me ato që ne do ofrojmë, do jetë prap full. Dhe ti këtu pastaj kthehesh vërtet në një situash në një perlë të turizmit rajonal. E kupton? Dhe ne këtë nuk duhet ta lejojmë që ne të na minojnë dhe të na bëjnë keq për ne, sepse ne kemi është një popull i lodhur, i dal nga një sistem që ka pasur sistemin më të egër lindor, e kupton? Dhe mezi po hallosemi kur i thon llafit që të vim dhe të vem atje ku duhet, vim deri këtu që sjellim këta investitor gjigant që duhet i kishin ndër çdo vend i botës, dhe vim pastaj dhe bëjmë protesta pa lidhje. Me protestën jam ta thash, por ama ne nuk duhet i prishim, ecurin këtij vendi. Nuk duhet i prishim ecurin këtij vendi. Në funksion të turizmit, ju keni hapur edhe një muze shumë interesant, Muzeu Selami. Pse menduat ta hapnit këtë muze, kur fare mirë mund ta vendosnit këtë godin ashtu si kundër ka qenë në shërbim të familjes tuaj, të ardhurave tuaja. Pra është një dhuratë që ju i bëni qytetit. Shiko, është si një destinacion turistik. Është më fal. Muzeun e kam pasur një pasion të ershëm që kam dashur ta bëj, dhe aty janë koleksionuar piktura për 30 vjet, se nuk është bërë me një ditë ajo. Në fakt nuk isha ndërmend ta bëja këtu, do ta bëja diku tjetër në Vlorë poshtë, por që duke qenë që u ndodhem në ca situata dhe rruga u prish në një moment këtu, siç i kemi ne vizionarët këto me buton, do e bëj muze thash. Kafe do pinë njerëzit edhe jarë do pinë në çdo vend tjetër, ka kafene prop, muze nuk ka. Kështu që unë e kisha dhe pasioni im ka qenë që qëllimi ka qenë pasqyrimi i historisë së Shqipërisë nga periudha e lirë deri në ditën e sotme. Dhe ja kam britur, ai është një muze që sot nuk është më as i Çimit as i Vlorës, por është i gjithë Shqipërisë. Është vërtet kur vinë turista që futen brenda nuk e mendojnë dot që mund të jetë një muze i tillë në këto nivele në Shqipëri. Dhe e shikoj tek të gjithë turistët që janë të malluar dhe duan të shikojnë, të prekin historinë tonë. Të prekin se aty ke çfarë prek, aty qëllimi ai ka qenë që njerëzit më të shjuar, datat e caktuara, ata që kanë dhënë jetën dhe gjakun për këtë popull, të jenë të mishruar aty. Si ish deputeti i Vlorës, por edhe si politikan i njohur i këtij qyteti, ku shpesh edhe keni vendosur për fatet e Vlorës apo edhe të politikës në përgjithësi, ju zë Selami keni qenë shumë aktiv në këtë vorbullën apo në këtë jetën tonë politike, në mund ta themi kështu, jeni shkutur, keni një periudhë, e ndjeni mungesën e politikës dhe a mendoni një rikthim tjetër? Shiko, unë jam, ti e di shumë mirë dhe mua nuk më krijon ndonjë situash, politika për mua nuk është se është ndonjë privilegj. Unë jam marrë me shumë gjëra në qytetin tim dhe me shumë e kupton kam qenë pranë problemeve dhe të qytetarëve dhe të disa institucioneve që kanë qenë me probleme në këtë tranzicion të siç është shtëpia e fëmijës, fëmijët me aftësi të kufizuara, pensionistët, burgjet, fëmijët e policëve dhe ranë detyrë, artista, sportista, kam qenë i prek kryqin e kuq. Por stresat nevojë, më fal, stresat nevojë. Por spitali patjetër. E bot spitalin me lule, që mungon spitali. E bot lulen mund ta themi edhe në shprehje. Spitalin e bëra me të gjitha sepse lulet dhe ato ishin për mendimin tim ishin zhëja, ishin ngajat e zhëjat janë të tjerat, ishin shërbime. Ishin që nuk preknin ilaçet qytetarët, nuk ishte ilaçe, nuk ishte ujë, nuk ishte. Unë sigurova të gjitha këto brenda një jave. Çdo gjë nuk dilte më as qytetar jashtë.
dhe i bëra të gjitha dhe pjesën më të madhe këtyre i bëra me lektemia se s'kish lek. Po e bëra për qytetin tim, sepse në atë spital nuk vete asnjëri për qef, vete për hall. Dhe prandaj e bëra. Për të treguar gjithë dhe për t'u dhënë një shuplak të gjithë atyre që kanë kaluar atje, që mos abuzoni këtu me qytetarë, se s'vin tjetri për qef këtu, vin për hall. Prandaj e bëra. E kupton dhe do e bëja edhe akoma më shumë, më mirë, por nuk pata kohë sepse pastaj kandidova. Kështu që un kam qenë i prekshëm në qytet. Nëse un kisha bërë pafundësisht për qytetin tim, nuk kam dashur të merrem me politikë fare. Un jam në punën time me pasionet e mia jam i plotësuar. Me pasionet e mia kam sa pasionet mia që jeni bërë të gjyshtë. Po patjetër gjysh. Ai është motiv më shumë. Sa vini rinohen. Ai është motiv akoma më shumë që më jep forcë sepse është vërtet një djalë që është me shumë vizion dhe është kërkues e rizjuar, edhe merret dhe ai me sa pasion e ka qef shumë të bëj. Por që flas që vajtja në politikë ishte duke qenë që unë kisha bërë aq shumë dhe thash në një moment që ore kam bërë aq shumë sa vetëm t'u jepja edhe këtë njerëzve, këmishën. Por nuk është zgjidhje, thash. Sa do të bësh ti vetë si individ, nuk është zgjidhje për të zgjidhur në mënyrë definitive problemet e qytetarëve. Dhe i vend një instrument që ti mund të bësh në mënyrë definitive zgjidhjet e qytetarëve është marrja me politikë. Dhe prandaj dhe u mora. Tani jam aktiv, merrem, e ndjek politikën, jam shumë i kujdesshëm me këto. Jam nga ata që po them, jam nga të vetmit që kanë bërë aq shumë mirë në këtë qytet sa ai Zot e di, e kupton? Por që nëse do më ofroj diçka gjithmonë për qytetin, për të ndihmuar qytetin, do ta bëja me kënaqësi. Absolutisht, me kënaqësi për qytetin, jo për mua, për qytetin. Nuk diskutohet që do merresha, por që për momentin nuk është se kam një situash. Si kalon kohën e lirë tani? Unë kohën e lirë, ku ka kohë? Jo, s'ka kohë të lirë për ju. Kohë të lirë s'ka fare. Si është një ditë e zakonshme e shkëlqim Selami? Shiko, një ditë e zakonshme është dal nga shtëpia, vi lart, vi në zyrë, shikoj çfarë kam lënë për punët, aktivizoj gjithë ku i kam punëtorët dhe këto gjërat e mia ku janë, ku s'janë, dal që i jeth një sy që shikoj, i kontrolloj se dua të shikoj dhe dua të bëj gjërat dhe me shijen time. E kupton? Po merrem me ca projekte ndërtimi. Me këto bëjmë një çik palestër, e kaloj kohën, merrem me verën, bëj verën vetë për qejf e këto. Me këto pasionet e mia, me pikturat, me artin aty me muzeu. Kam kënaqësinë që futem muze dhe kënaqem kur e shikoj muzeun. E kam ideuar vetë. E shikoja pa e bërë, e shikoja se si do e bëja. Dhe kur futem aty prap, ndjej një kënaqësi të veçantë. Aty ke piktura të piktorëve të mëdhenj. Aty janë. Po të mungojnë pikturat e kryeministit Rama, më kupton. Ai e ka derën të hapur t'i sjelli kur doj, unë ja vë me kënaqësi aty, e kupton. Edhe të vërtetën pse jo, sepse është atë u thash një herë këtyre piktorëve, se më thanë për një pikturë atje që kisha vënë, kam vënë Ramën atje, tempo per cambiare, koha për ndryshuar. E po, pse ke vënë këtu, sepse nuk ka lidhje me tematikën, me këto të tjera, duhet ishte në një vend tjetër. I thash, dëgjoj, ti themi gjëra siç janë, i thash. E para i thash që të gjithë ju këtu, i thash, jeni piktor. Ai ka dhe 100 gjëra të tjera, por është dhe piktor dhe skulptor. Ti themi gjëra siç janë. Se veprat e tij po vënë gjithë Europën, gjithë botën. Është dhe piktor dhe skulptor shumë i mirë. Tani i thash, me që se ma kërkuat, e kam lënë të pak distancë nga ju, i thash. E kam lënë distancë, i thash, nga ju, i thash, sepse ju të gjithë jeni Versace, Armani, Dolce Gabbana, i thash. Ky është Stefano Ricci Limitato. Bëj shaka tani, po jo ashtu a thash vërtet. Kështu që mos më gacmoni. Pastaj është tematika tempo per cambiare. Më kupton ajo tematika, ajo piktura që është ai aty te duke kthyer orën. Selami, e keni menduar në një largimin nga Vlora dhe pse? Nuk i keni pas mundësi për t'u larguar, por keni investuar këtu dhe e keni lidhur jetën me Vlorën. Jo, vëlla. Nuk ka shans që unë të ikim nga Vlora të më falësh çfarë të duash ti qyteti ose shteti në botë. Sot, ja ku jemi këtu sot. Më thuash vëlla, ky shteti këtu ose qyteti është tëndi dhe vetëm ai të jetosh këtu. Nuk ja prish kafes, nuk e mendoj 2 herë. Ti them të lutem shumë mos më prish kafen. Absolutisht nuk e kam dhe pse?
sepse jam rritur në këtë qytet, më dhimbsen dhe fjet e barit. Sa herë flisni Por- për Vlorën ju prekeni, por- zoti Selami. Pra, ndoshta të rrallë janë njerëzit kaq patriot dhe biznesmen që të qajnë apo të lotojnë për Vlorën, sikundër po ndodhi me ju aktualisht. Pse kjo lidhje kaq e ngushtë? Janë shumë gjëra, po. Janë shumë gjëra. Origjina. Është origjina, është patriotizmi, është bukuria, natyra, deti. Vjen keq të preka S'ka bërë. në fund të kësaj bisede. Po Na bëre me i le. ishte i këndshëm në ky Na moment. bëre me i le. Por ju keni drejtuar dhe klubin e futbollit flamurtari. E ndiqni flamurtarin, ishte në Super League, sërish në kategorinë e parë, pra nëse mund flasësh diçka një tjetër pasioni. Nuk është një nga pasionet e mia dhe kam kaluar shumë vite me flamurtarin. Më dhimbset flamurtari pafund, por që nuk më pëlqen pozicioni që ka flamurtari absolutisht. Në ditë të vështira të flamurtarit nuk kam shit pronat për të mbajtur flamurtarin atje ku duhej. E kupton? Dhe më vjen shumë keq plus që nuk shikoj dhe cilësi, të vërtetën nuk e ndjek, nuk mund ta ndjek. Por ati Sinanit presidenti i kam thënë një ditë. Po mbaj ose do vi ta marr prap, po e mora do ta bëj kampion që vitin e parë. Sepse unë do ta çoj kampion që vitin e parë. Kështu që unë them që dhe Sinani, po edhe të bëhet një grup i mirë biznesmenësh, që ky qytet e meriton të ketë një skuadër shumë të mirë. Të ketë një skuadër që ta ketë në Kupat e Evropës. E keni menduar rikthimin ndonjëherë në krye të flamurtarit apo është Po pse jo? Pse jo? Pse jo? Po ta thash nëse e marr, e bëj që vitin e parë çoj kampion. Nuk ka shans tjetër. si çohet kampion? E çon kampion. Me cilësi, me cilësi, me cilësi. Shiko, çdo gjë, shiko futbolli nuk është diçka që të plotësosh dëshirat dhe qefet e X-it e të Y-it. Futbolli ka një ti nuk mund t'i ndrysh dot. Ti dhe të kesh djalin tënd ose vllahun tënd, ti nuk do të futsh atje, do futsh atë më të mirin. Patjetër. Ky është ai që duhet të bëjmë ne. Dhe tjetra është që duhet investuar. Duhet investuar, duhet parë çfarë klubi kemi, çfarë historiku kemi si klub dhe çfarë ego kemi për të bërë këtë klub. Ego për këtë klub është që ne të çojmë atë, si thua, vërtet atë nivelin e viteve 85-90. 80-90, 85-90. E po, si që qova unë në vitet 95-96, që bëra ekipin më të mirë, me lojtarët më të mirë. Isha, në fazën e parë, isha 11 pikë para vendit të dytë. E bëra, na i prishin 97, na i shkatroj. E kupton? Atë vit, flamurtari do merte kampionat, kup, superkup, as vetë fjalë fare. Do i haronin kupat e kampionatet e tjera, ama bëra ekip të mirë. E bëra me të gjitha. Më kupton? Isha dhe vetë ekspert, po ama merja dhe pjesën teknike, merja trajnerët më të mirë, nuk u ndërhyja, vetëm i ndihmoja dhe u zgjidhja problemet që ata mos kishin fare te pjesa, se kjo është dhe pjesa e çelësit sukses. Nuk mund t'i ndrysh. E kupton? Ti duhet patjetër ti plotësosh kërkesat, grupi teknik, dhe ti kërkosh dhe llogari për rezultate. Qytetarët duan të shikojnë futboll. Nuk duan të shikojnë gjimnastik mëngjesit. Po të lutem shumë tani. Çfarë i ka munguar këtij flamurtari? Cilësia, po. Cilësia. Lojtarët. E shikoni një rikthim të shpejt në Super League? Nuk e di. Atë se kam pyet, nuk e di. Nuk e kam vërtet idenë sepse mirë është që flamurtari nuk duhet të dalë asnjëherë nga Superliga. Zero, nuk duhet të ekzistojë. Fare. Me çdo lloj kosto. Qytetarët e Vlorës e meritojnë të shikojnë flamurtarin në nivelet më të larta. Dhe duke qenë stop, Dhe qytetarët janë qytetarë që duan futboll, janë mësuar me futboll, nuk janë mësuar me gjimnastik mëngjesi. Kështu që absolutisht që unë jam që flamurtari të investojë dhe të vej në nivelet më të larta. dhe duke qenë se po shkojmë drejt fundit të kësaj bisede, keni një mesazh të fundit drejtuar qytetarëve apo Çfarë do të them qytetarëve, të them të uroj shëndet, të kenë suksese në familjet e tyre, të mundohen të punojnë, të zhvillohen, të merren me biznes, të shkollohen, të jetojnë jetën se jeta vjen një herë,
e kupton, të ngrënë familje, të bëjnë më të mirën për veten dhe për familjen e tyre, kush ka mundësi të bëjë edhe për shoqërinë? Pse jo? Faleminderit shumë zoti Selami dhe kënaqësi gjithmonë kur diskutojmë së bashku dhe të falenderoj që gjete kohën ju përgjigje ftesës tonë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Të duam më të shpesht në ekran. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Shikues të nderuar, kënaqësi me zotin Shkërqim Selami që zhvilluam këtë bisedë. Ju përshëndes nga kjo pamje e mrekullueshme e Vlorës. Mirupafshim.